E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku ditën e sotme për të komentuar një nga ngjarjet që në fakt ka ngritur dyshime jashtëzakonisht të mëdha tek publiku shqiptar, ka krijuar shumë pyetje, marrëdhënia e Mirit me produksionin. Pyetja e madhe që bëhet është kjo: a është Miri banori preferuar i produksionit? Tani, nga goditjet që ka marrë nga opinionistët, nga goditjet që ka marrë nga Ledioni, nuk më duket si banori preferuar i produksionit. Po ju do të thoni, ok, në rregull, ja, nuk është banori preferuar, po nga e din Miri që kuleta e tij, do me thënë që mban cigaret brënda, është bërë virale aq shumë jashtë dhe po thuhet se ka telefon brënda shtëpisë. Do me thënë është një bisedë që Miri e ka bërë ditën e sotme në verandë, teksa ka qenë i ulur me banorët dhe këtë gjë ja ka treguar Stenaldos. Tani, unë jam shumë i bindur që produksioni nuk mund të humbet kontratën miliona eurosh për t'i dhënë informacione një banorit nga jashtë që është Miri. Unë mendoj që banorët janë të gjithë të njëjtë, por gjatë bisedës që Miri ndoshta ka bërë, që me të drejtë produksioni ka të drejtë ta pyetën për një dyshim që publiku hedh, sepse tani dihet që kuferët, valixhet kontrollohen në momentin e parë që do të futen brenda shtëpisë, por mund të ndodhë që ka diçka jashtëzakonshme që produksionit mund t'i ketë ikur dhe e kanë pyetur në dhomën e rrëfimit, ashtu siç i pyesin për sëmundjet e tyre, ashtu siç i pyesin për mërzitjet e tyre, për momentet e tyre brenda asaj shtëpie kur banorët kanë nevojë që të bisedojnë me produksionin. Ky lajm sot është bërë jashtëzakonisht viral. Unë mendoj që Miri është pyetur në dhomën e rrëfimit, është marrë në pyetje nga produksioni se çfarë është ajo gjëja që ti e mban në dorë, nga që jashtë po bëhet nami që është një telefon, a përdor një telefon brenda shtëpie apo është një diçka tjetër. Dhe këtë gjën që produksioni ja ka thënë Mirit, mendoj që Miri e ka ndarë së bashku me banorët e tjerë dhe mënyra që Miri e ka ndarë së bashku me banorët e tjerë këtë gjën ka ngritur tashmë pikpyetje jashtë publikut, ndoshta që Miri e ka përdor këtë si informacion nga produksioni për t'u bërë interesant, por nuk ma merr mendja që produksioni e favorizon njërin nga banorët. Si mendoni ju?